Jemi rikthyer, do të na bashkohet po ashtu në një komunikim të drejtë për drejtë edhe zoti Eduard Sharka, ekspert bujqësie. Zoti Sharka, përshëndetje, faleminderit për kohën. Faleminderit juve për ftesën. Duke qenë se u bën disa ditë që është prezantuar asistenti digital Ylli, jeni njohur, jeni prezantuar? Po, jam njohur me prezantimin që u bë në takimin në Ministrinë të Bujqësisë. Retorikë shumë euforike, por të shohim si do rezultoj. Unë kisha disa kundërshtime, do të thoja unë, sepse në fakt në lidhje me informacionin që ka lidhje me shërbimin e eksesionit, informacionet agro, më kujtua problemi është që është një lloj sikur të shkosh në farmaci dhe të kërkosh antibiotik, nisur nga këshillat që merr nga interneti, apo nuk do kishim mjek, apo nuk duhet kishim agronom, sepse i shkruan këtij asistenti digital dhe ky thotë, mirë, po kjo është një problem i madh për mua që ka të bëjë me sigurinë ushqimore në rastin tonë, sepse ne problemi jonë i madh është që kemi hasur probleme në sigurinë ushqimore që ka prishur imazhin e produkteve tona dhe ka cënuar shëndetin publik. Dhe në momentin që fermeri i merr asistencën teknike nga ky portal, atëherë kush do marrë përgjegjësi? Se në fakt përgjegjësia është agronomit që ka parë realitetin dhe ka dhënë këshillat e duhura dhe ka firmos këshillat e tij, qoftë në rekomandimet në mbrojtjen e bimëve apo rekomandimet e tjera që kanë lidhje me bujqësinë. Pra, më shumë se sa zgjidhje e shikoni si problematik, apo le të themi një hap që mund të gjenerojë problematika. Në fushën e sigurisë ushqimore, po. Të vetmen gjë që unë e shikoj në këndvështrim pozitiv në këtë promovim që bëri Ministria e Bujqësisë është reklamimi online i çmimeve të fruta perimeve në gjithë tregjet e Shqipërisë. Në rast se do arrihet të bëhet kjo dhe fermeri do të hyjë në këtë portal, do të kërkojë ndihmë te asistenti virtual dhe do shohë në mënyrë në kohë reale çmimet që operohet në pikat e grumbullimit në gjithë Shqipërinë, në tregjen gjithë Shqipërinë. Kjo do ishte një dhënë shumë e rëndësishme, sepse është një defekt i madh që kemi në mungesën e transparencës së çmimeve, që nga gjë e cila linin shumë defekte dhe shumë probleme që ne kemi sot. Në rast se do arrin ta bëjnë këtë, por kjo Unë personalisht kam parë në mënyrë të vazhdueshme portalin e fermerit. Pjesa e çmimeve, pra çmimet e tregjeve dhe pikave të grumbullimit shfaqen. Por ajo që nuk kam gjetur ka qenë Ylli. Tani të paktën duke qenë se u tha tek portali i fermerit. Në pjesë shfaqen si statistik. Unë pretendoj që të kemi një, për shembull, disa shoqërive grumbulluese u është kërkuar që të afishojnë në mënyrë elektronike çmimet e grumbullimit. Dhe në momentin që do kishim një masë të tillë, një rrjet të tillë, kur ne të hynim te Ylli dhe të shikonim filan pikë, të shikonim tabelën elektronike, çmimet që grumbullonte, do ishte një informacion shumë i dobishëm, sepse ato që nxjerr që ne kemi parë deri sot në portalin e fermerit janë sa kanë qenë çmimet dje, sa kanë qenë par dje, janë informacione post factum që mund shërbejnë deri diku, por në momentin është që një fermer ka produktin e tij për të shitur, ne jemi në kushtet që nuk kemi kontrata paraprake për shitje, dhe ai merr informacion për të gjitha pikat, sepse luftohet. Transparenca është një aspekt shumë i rëndësishëm që është një nga prioritetet që ka Bashkimi Evropian në tregun me produkteve bujqësore, që në rast se ky portal dhe ky asistent digital do t'i siguronte fermerit, unë këtë shoh dhe po arriti këtë, për mua i ka arrit të gjitha, sepse ai shërbimi agronomisë për mua është defektos dhe ajo tjetra që të japim asistencë për të aplikuar
lidhje me skemat e mbështetjes, po. Të mbështetjes, më duket retorikë rëndom, sepse kemi qindra në punës në Zyrat Agro që shpenzojnë miliona euro fonde. Është një informacion që duhet t'ishte faktik, duhet t'ishte ka herë në portalin e Ministrisë Bujqësisë, duhet t'ishte, nuk është në shpike madhe për informacion për mënyrën aplikimit. Janë paguar miliona lek apo euro për të reklamuar në mediat kombëtare etj. Pra nuk është në shpike madhe që unë do t'i jap do jap informacion, ky ylli do jap informacion fermerit, do mësoj se si të hyjë dhe të aplikojnë. Pra, kjo është një gjë shumë e thjeshtë dhe nuk ishte pse të shoqërojmë me botofori të tillë që po bëjmë digitalizimin e bujqësisë për vitin 2030. Kjo ishin problemet kryesore që pasëm. Zoti Fico, duke mbetur tek asistenti digital, ne kemi diskutuar jo pak herë, le themi, mbi sfidat e sektorit bujqësor në Shqipëri, që nga konkurenca, mungesa e fuqisë punëtore, ndryshimet klimatike, parcelizimi i tokës e kështu me radhë, sepse janë një kompleks, një koktejl problemesh që dominojnë në sektorin e bujqësisë. Dhe në këto kushte, qasja ndaj teknologjisë, inovacionit, është parë si një përgjigje, por edhe si një zgjidhje. Tani krahas asaj që zoti Sharka e konsideroi pra defektoze, në këtë moment, gjykoni që është e tillë apo nuk është gati sektori jon, pra bujqësia shqiptare, për të përqafuar teknologjinë dhe inovacionin? Unë mendoj që një pjesë e madhe e njerëzve e përdorin, pavarësisht se nuk e ka emrin Ylli, po e ka emrin Çatu, po e ka emrin Gemini, ose kujon ai qoftë edhe ai kinez, pra versioni kinez, ose versioni kujon i Elon Musk. Pra një pjesë e madhe e shqiptarëve e përdorin. Po, se në fund ditës ka dhe kosto, është një kosto që mund ta kishim kursyer, nisur nga efektiviteti ose jo? Pikërisht, pra këtu qëndron problemi, që varet se si do të ushqehet ylli, pra ylli që të funksionojë dhe të funksionojë në mënyrën e dur, ka nevojë për shumë të dhëna, ka nevojë për shumë informacione. Unë nuk e di a janë në gjendje, pra këta që e kanë marrë përsipër yllin të japin gjithë informacione, sepse kur është ndërtuar inteligjenca artificiale, është skanuar, si më thënë, është shfutur në atë memorin e inteligjencës, pra që ta përpunoj informacioni i gjithë botës, pra gjithë librat e shkruar, lajmet, artikuj shkencor, çdo gjë. Dhe përgjithsisht inteligjenca artificiale pra në këto versione klasike është e saktë, por duke ditur që gabon dhe duhet kesh një uri vetë që ta përdorësh mirë. Nëse ti i bën pret që ajo të t'japi përgjigjen ose zgjidhjen e dur, në shumë raste mund të jetë gabim, por në rast se ti e di pyetjen, pra ke pak një uri, e ndërton pyetjen në mënyrën e dur, bën kërkesën e dur, mund të marrësh një përgjigje vërtet inteligjente dhe të bësh korrigjimet e dura. Pra këtu varet se çfarë informacioni do t'i ushqejnë yllit dhe varet se sa janë në gjendje fermerët ta përdorin, pra janë në gjendje t'i bëjnë kërkesën e dur yllit dhe a janë në gjendje ta verifikojnë atë kërkesë, sepse shumë herë duhet të dish, pra sepse ylli mund t'japi një përgjigje tërësisht gabuar dhe ti duhet të jesh në gjendje ta ndash, pra që përgjigjja është e gabuar dhe të vazhdosh bashkëbisedimin ose thjesht ta injorosh atë. Pra nëse me të vërtetë ylli do t'i ngjajë inteligjencës artificiale që ekziston, pra do të furnizohet me shumë materiale, do të ketë një bazë të mjaftueshme të dhënash në njërin tjetër, ai vërtet mund t'i ngjajë pra atyre ekzistues dhe të jetë falas për fermerët. Dhe kjo është një ndihmë e madhe për fermerët. Mund të marrin një uri pra që aktualisht i marrin, nuk është se do të shpikë gjëra të tjera. Ju e përjashtoni mundësinë e një aksesi të kufizuar. Ne e kemi thënë që sot sektori mbahet nga persona që janë pensionistë. Kështu që sa e vështirë është, po të paktën pjesa më e madhe atyre të cilët sot merren me bujqësi. Ato që krijojnë inteligjencën artificiale janë të rinj, pra nuk janë pensionistët do të furnizojnë materialet. Jo, nuk flasim për ata që ndërtojnë sistemin, flasim për ata që do përfitojnë nga sistemi, që do e përdorin. Po aq për tepër, pra ata që ndërtojnë sistemin duhet ta ndërtojnë. Ata patjetër.
përdorimi tek ne bëhet me celular. Unë për shembull nuk e përdor celularin për inteligjencë, përdor kompjuterin. Dhe shumë efektiv kur përdor kompjuterin, por fermerët tek ne nuk kanë kompjuter. Shumica kanë celular. Flasin për një fermer në zonat e thella malore. Po, që është edhe lidhja, pra, të lidhesh me internetin, ose të lidhesh, pra, do të konsumoj dhe shumë data, pra, do të konsumoj shumë megabajt. Pra, në një farë mënyrë është e vështirë, po si të qoftë, duhet nisur nga ajo që po përdoret, dhe besoj që përdoret mjaftueshëm, qoftë nga, pra, të rinjt, qoftë nga të vjetit, dhe besoj që është ndihmë, qoftë se do të ushqehet siç duhet ylli, pra do të marrë gjitha ato materialet e nevojshme, por kjo nuk është as pak e thjeshtë, janë investime që kërkojnë miliona. Serverat, pra, për të mbajtur një server të përfill do të kërkojnë miliona për të futur gjithë informacionin, për ta ndërtuar siç duhet, për ta dizenjuar siç duhet në mënyrë që të hyjnë punë aq më tepër, pra këtyre përdoruesve që kanë pak njohuri si thoni ju, nuk është as pak e lehtë. Profesor, unë mendoj që ndoshta do ketë informacion certifikuar dhe të profilizuar për zonat caktuara, se ky mund të ishte ndryshimi, se ju e thatë shumë bukur, gjithë sot e kanë aksesin nëpërmjet për të marrë informacion, por në rast se do të ishte që në këtë zonë Myzeqes apo në këtë zonë të Shqipërisë për filan kulturë, është kjo kartë teknologjike dhe ky informacion i përgjithshëm do të certifikohej nga ekspertë dhe pastaj do ishte në dispozicion, mund të sillte njerëzi që po marrin një informacion të certifikuar, sepse ajo e tha shumë mirë profesori që jo të gjithë kanë mundësinë për të bërë pyetjen e duhur dhe për të verifikuar përgjigjen, për të mos e marrë të mirëqënë përgjigjen. Po, edhe kjo mund të ishte një ndryshim që jep. Në këtë do të kishte informacion ushqimi që jep yllit, pra. Nëse jep të dhëna nga zonat, pra jep dhëna specifike, kuptoj që ai është në gjendje të përpunojë ato dhëna, por nëse nuk e jep të dhëna specifike, pra nëse nuk e jep të dhënat nga Myzeqeja ose nga Mallakastra apo krajina të tjera, nëse nuk e ka informacionin e dur për kulturat, sepse ka tjetër kultura në Shqipëri ose mënyra se si rriten në Shqipëri me ndryshe në Greqi ose ndryshe në Itali. Pra të gjitha këto duhet t'ia japësh paraprakisht, duhet ta ushqej sistemin paraprakisht në mënyrë që ai të jetë në gjendje ta përpunojë. Sa do jenë në gjendje ta bëjnë këtu te ne, unë dyshoj që do jenë në gjendje ta bëjnë, po sidoqoftë, nëse tentojnë ta bëjnë, do jetë gjë e mirë. Pastaj nuk ka përgjigje të certifikuara. Inteligjenca artificiale ta thotë që në fillim, pra çdo model ta thotë që ti parasysh që gabon, ne gabojmë. Pra, mund të t'japi përgjigje të gabuara, qoftë për njerëzit, qoftë për atë që i kërkon, pra, për pyetjen që i bën. Dhe duhet të jesh në gjendje vetë ta dallosh në rast se po të gënjen, pra, po të ketë përgjigje të gabuara apo përgjigjen e dur. Përgjigjen e dur. Po, zoti Sharkas. Dhe nuk besoj që e zëvendëson firmën e agronomit që ka përgjegjësinë ligjore për të certifikuar produktin që hyn në treg. Jo, nuk e zëvendëson. Pra janë më shumë se... Po, zoti Sharka, për ta mbyllur sepse jemi në minutat e fundit. Po, pra, doja të ritheksoja sepse ne kemi problemin e certifikimit produkteve. Kemi vetëm produktet që shkojnë për eksport certifikohen në një mënyrë formale, sepse është një procedurë rutinë që e kërkon dogana jonë një formular të plotësuar nga agronomi apo veterineri që mbulon ligjërisht atë zonë ku prodhohet dhe thotë që nga pamja vizive është produkti i rregullt etj etj. Por problemi është që ne kemi shtruar me kohë që ne për hir të sigurisë ushqimore kemi nevojë për një asistencë të dokumentuar të ekspertit, qoftë agronom, qoftë veteriner apo qoftë ekspert tjerë, që produkti të jetë të dalë i certifikuar nga ferma dhe jo pastaj të lihet atyre kontrolleve, pa kontrolleve rutinë që bën AKU-ja që gjithmonë mund ta kapin atë kontaminimin masi shumica e produktit është konsumuar nga qytetarët. Dhe unë tu shoh një kontradiktë. Mund të zhbohet në asnjë rast roli agronomit. Jo vetëm për produktin që hidhet në qarkullim në Shqipëri, por edhe ligjërisht me fermën që prodhon. Kjo për hir të sigurisë ushqimore. E qartë. Mirë, pra janë disa çështje të cilat meritojnë diskutim. Unë uroj që ditët në vijim të kemi një përfaqësues nga Ministria, ndoshta për t'i dhënë një përgjigje
jo shtëruese, por për të dhënë përgjigje të paktën këtyre shqetësimeve në këtë fazë të parë të zbatimit të këtij projekti, nëse e konsiderojmë të tillë. Unë dua t'ju falenderoj, zoti Fico. Faleminderit, kënaqësi si gjithmonë. Faleminderit. Zoti Sharka po ashtu, faleminderit. Faleminderit juve. Kënaqësi. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, sepse kemi mbritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës do të jetë si gjithmonë nesër në orën 16:00. Deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshi.